kjo qeveri Quislinga, zoti Bale, të paktën për një gjedi. Është të quajtur ndoshta Quislinga. Është të quajtur Quislinga. U quajt vetëm nga grupi komunist. Këta nuk e lanë Gjermanin që të merrte Floriri. Pra një qeveri që nuk lanë 4 vjet. Qeverisë atë pushtimin fashist, qeverisë fashiste. Që çat dush pra, italianët nuk i lanë që të merrnin këtë Florin. Dhe pastaj ka bërë Sajmir Lola një përshkrim të librit të tij famshëm Receta pa kom. Thot 280 ton, thot zoti Sajmir, kanë folur dhe tani kanë komunikuar sepse ishte akumulimi 500 vjeçar, thot që na jeni qerë që kanë qenë shërbyes asqer në për ushtrinë osmane. Arkitekt shqiptar nuk i di, nuk i thot njëri më. Po si kam që po 280 ton është gjigante, po zoti Sajmir Lola, pedagog në Kanada, ai ngulkëm që është kështu, është mbështetur në dokumentacione, kanë ikë në Beograd dhe ndarë pastaj. Kjo është 46-ën. Në 46-ën, jam çudit me shifrën. 280 ton. Zoti Bala, ti kalojmë kështu sepse telegrafikisht. Atëherë është e vërtetë që thoni ju, që zoti Samir sjell të dhënë faktë që në 46-ën ndodhen 280 ton, 330 ton, ndërkohë që kjo qeveri është i quajtur Quislinge, që nuk e mbrojti këtë tonazh tesarësh në popull, mbrojti dhe tonazhin e arit të tesarit, si nga qeveria italiane, nëse nga qeveria gjermane mendohet që është marrë nga gjermanët kundra vendimit të tyre. Ne kam të trajtuar në libër. Po, dhe e fshehur në Dresden, në Essen, i cili u bombardua dhe u rafshua, dhe më vonë është vjedhur nga anglezët, edhe është Anglia që mbajti këtë Florin, sigurisht, mbajti dhe 46-ën, mbajti këtë që fitoi, që humbëm neve në gjykatën për incidentin e Konfuzit. Është trajtuar po, në libër. Edhe të plotësoj këtë tjetërën që diçka plotësoj ashtu më tevi, jo se do plotësoj profesorin, por kjo e të dhënave që ne i quam në atë kohë që quheshin çifut nga 5 i quam 5000, zoti Bale, profesori i nderuar, duke qenë se mbrojtja e ebrejve që bëri qeveria dhe populli. Me djalin e Aqit Pash Elbasanit, Biçakun që u bë kryeminist. Ibrahim Biçaku. Ibrahim Biçaku. Ka qenë 2 herë kryeminist. Këtë kohë. Gjermanët e dinin shumë mirë kanunin e shqiptarëve, po duke qenë se në një takim presidenti jonë në kullën e ngujimit, presidenti jonë pa e të emër, po aktual, i 10-20 anë si e ka, viteve, në kullën e ngujimit në Theth, edhe kur i thot nuk i dinin këto gjëra, i thot ambasadori gjerman, nësa ne tha, dim çdo gjë për ju, i thot ai. Nësa ne, si tha, ti nuk i di, ne i dim, tha Gjermani. Pra, Gjermanët dinin me imtësi pjesë kodet, faleminderit për ndihmën, kodet e kanunit shqiptar. Dhe ajo që ta profesori është fare e vërtet që qeveria, jo që nuk mori pjesë një, po qeveria e mbrojti duke ditur dhe këtë karakter të popullit, qeveria e mbrojti, po ndërkohë dhe Gjermani, i cili tha, ju i tha Hitleri, mund të martoheni, tha, me vajza gjermane, shqiptare, se jemi, do thoni ju, raca këto, pse jemi një racë, jemi një gjak, se kemi një perëndi. Se këto e promovu, dhe ke ishe pjesë e provogancë, ishte shumë e mirë në gjithë si eshëm. Edhe jeni për të kaluar nga do ikni, dhe pyetja ime ishte fundit për ju që, atëre, si ka mundësi që kjo ushtria gjermane triqesh drejt Shkodrës, edhe partizan i dilin nga mbrapa. Nuk i dolën asnjë nga para ta pengonin. Sepse ishte 2 orë mbrapa. Jo, kjo është një pyetje interesante. Po, ishin 2 orë mbrapa partizanët gjithmonë në Fushkruj, në Lezhë, vazhdo në Shkodër, 2 orë mbrapa. Edhe pse nuk e pritën me luftë partizanët e Shkodrës këtë gjerman që po të vetëm 2 minuta duhet për ta sqaruar. 2 minuta, se ka kaluar vetëm 2 gjë. minuta. Një orë. Ishim 2 taktika të aleatëve. Taktika e aleatëve ishte për të goditur sa më shumë gjermanë në kthim me qëllim që të mbrinin sa më pak në Berlin, në Gjermani, dërsa taktika gjermane ishin të koncentroheshin sa më shumë dhe me sa më pak dëme, pra ishin 2 strategji, 2 taktika dhe strategji të kundërta të 2 palëve. Taktika gjermanëve këtu ishte për të tërhequr për të mos pas punë me asnjëri, sepse i funksiononte qëllimit që të tërhiqeshin me sa më pak humbi njerëz dhe teknikë. Partizanët tanë, nga fundi, pas qlirimit Tiranës mbrapa, udhëhiqeshin nga anglezët. Anglezët
thanë, ne do të godasim sa më shumë. E si do të bëjmë? Po, mos shkonin në për rrugë të ndryshme, po të shkonin, a ka mundësi një rrugë dhe kombinoj flota britanike me avion, kur shkun nga Malizi, ndërsa partizan tanë rrinin mbrapa dhe goditin krahët, që të vazhdonin rrugën. Këtë e ime pse nuk doli garnizoni, më falni, brigada partizane në Shkodër, t'i ditë e pare, t'i fusen qark këta Gjerman. Po s'mundi. Si s'munde, gjë më thënë. Kishin e përsi teknologjike. Kishin e përsi teknologjike. Mos kalojmë në strategji ushtarake. Nuk mund të ishin pa barabarta. Dhe vetëm për të kënaqur një mendimin tuaj, zoti Bale, dhe mirë është se vati fiks një orë që nuk duhet të vazhdojmë dhe me dy segmente të tjera, që ta ka qeru që Shqipëria në atë kohë ishte ajo pjesë e qamërisë, nga Mitrovica, nga Malizi, ushqini e tjerë, por pra, sepse dëftesa e Shqipërisë e mbretnuem, mbretëria e shqiptarëve, deri në 45-ën, jo në 44-43, po se po shkollat e Ernest Koliqi, ku edhe i mat ishe mësues në Kosovë. I mat, mësues të luftëtar. Sepse ishte shteti, po. Po, pra. Dhe merrte dëftesën unë e kam kopjo, në 45-ën tetor, në Shkup, në Kosovë, dëftesa ishte mbretëria e bashkuar. Vazhdonte në këto dy pushtime, si të fashizmit italian dhe si të nazizmit gjerman, le ta quajmë pushtim, që ndryshe nazizmi gjerman që ishte vi kalimi, por le ta quajmë pushtim, dhe ishte mbretëria, dëftesa ishte mbretëria e bashkuar, edhe notat, edhe një dëftesë fantastike, siç është një dëftesë mbretërore sot në Anglidi. Kjo ishte Shqipëria në 45. Po. Dhe mua më bën një përshtypje një fakt, zotërinj të nderuar, dhe i cili u elaborua këto doli shumë në pa, që ishim e vetmja qeveri në Europë, në duke një qeveri, një populli të vogël, e cila i doli ball për ball Hitlerit në vendimet e tij në mënyrë të vendosur dhe të cilën Hitleri u detyrua ta merrte parasysh dhe të pranonte kushtet e qeverisë shqiptare. Për ta trajtuar këtë çështje si çështje të brendshme të Shqipërisë. Pra, ishte e vetmja që doli ball për ball dhe ata kanë konsideruar faktor popullin shqiptar në trevat e veta, edhe janë të requr. Kurse përsëri pasaj populli shqiptar strehoi italianët që kjo nuk ka qenë marrëveshje qeveritare. Jo, kjo ishte veçori dhe virtyt i lartë i popullit shqiptar. I popullit. Edhe me italianët ka ndodhur ajo, kanë nxjerr djalin ai nuk kanë nxjerr italianin. Po. Kanë nxjerr djalin e vetë ato virtyte nuk diskutohen. Edhe e ka ruajtur. Ideja që këm ngulun nuk ka të bëjë me atë se populli shqiptar ka virtyte që është zor të gjesh në popull të tjerë. Por çështjen e hebrejve nuk mund ta përcaktonte populli pa pas qeverisë. Patjetër, po kanë qenë të dy, se ata qeveritari populli është gjithmonë të respektoj karakterin e popullit. Populli po, respektoj karakterin. Ata duke studiuar atë që tha 10 sekonda, atë që tha zoti Guri që ata dinin shumë për ne, ne ju njohim shumë, ata dinin të gjitha kodet tona, të gjitha që prit mos i ngacmo këta në këto pika. Edhe që tha zoti Ndoj që kur ishte ngroj botës atje që mbushte ujë, mos u afro thostaj se shqiptarit të vret ndoshta për to gjëra. Jo të vret, po e fyr minimali, atë nëse s'ka fuqi. Dosja ai Osman Taka pasaj që i pregu fijen e flokut motrës së Osmanit. Dhe ai ushtari perandorisë ishte, po. Kështu më pregu fijen e flokut dha, si ishte tani edhe e mirë e bukur me qesë ndiku kanë. Edhe i vete nena e Osman Takës që thotë ti dha kam e kam tha, nuk e ardhur për prek gocat tona dha. Edhe ja numëron lullet ballit e kamit. Osman Taka bashkë me të jemën, vetë Osmani shkon në për kodrat e Sarandës që jo se fshihet, për që jeton si një burr atje e tjerë. Kaçak, Robin Hood, e kapi mbas 3 muajsh, edhe kërcen vallën para se të diste. Edhe gruaja kamit i fal jetën Osman Takës, i thotë që me që kërceu ka që bukur artist i madh. 4-5 minuta ky artist nuk mund të vdesë kurrë. Edhe i falet jetën. Pra kjo është vallja që grekët këtë vallë e kanë pjesë të Çamiko, më duket. E kanë pjesë të vallës tyre kombëtare. Po si që nga kjo di? Kushtetuta greke. Dini 10 rregulla kushtetutës greke. Me përshtim të mbretit që është juaj, vallja shqip. Me që nga smove për skizë, në vajtë edhe emision e kaloi shumë. Profesor, vallja shqip, Çamiko. Edhe Çamiko që i dëbuan, por edhe valle Çamiko. Vazhdojmë, Fustanella shqiptare, e kanë kushtetutën e parë. Në 10 vjet, 820, kur formua shteti tamam që futën shtetin grek në hartat e Europës. Pas revolucionit 1800. Pastaj, po, dhe tjetër, vallen Kenga shqip
vazhdoj, 10 rregulla me përshtim të Otos, mbret gjerman, bavares, që erdhi, 9 të tjerat ishin shqipër dhe Fred Bale. E kupton. Edhe ato kodet ishin shqip, ato kodi nderit e këto, okay. Me lejo zoti Bale, me qenë se jemi në prag të panairit librit, dhe unë doja t'i setoja shqiptarëve di që me luftë e me pen nuk është timja, është Mitat Befrashtit, kemi humbur shumë. Me pen dhe me libra mund të fitojmë akoma më shumë. Si shka thënë Frashëlliu tjetër që me pen dhe kartë na duhet nuk këtë tjetër. Po, nuk këtë tjetër, eksakt. Edhe njërë për të tregojmë librin e Zotit Ndoj. Regjia të ludem, ato elementet... Zotit Sazan Guri ka stendën e vetë. Po, elementet e vetë. Ju falemderit. Ja dhe Akademia Regjia fokusohet të ludem të. Ja dhe Akademia Alternative Shkencore Rrenjë Tona, e përbërë nga 200, ka dhe Zoti Gjetë ka referuar disa herë. Kemi qenë në kongresin e parë atje, po. Edhe jo pak nderuar qytetarë shqiptarë, apo ndjekës të emisionit, po nuk është emisioni jonë, emisioni është juaj. Dhe ne do kërkonim, Zoti Gjetë edhe ju Zoti Bale do kërkonim edhe kontribute aq sa, jo të marrim ne financë, se ne jemi jo vullnetar, por ne jemi misionar. E bëjmë me zëmër këtë punë, e bëjmë misionar. Nuk bëhet fjalë që ne, si kemi vajtur në shumë emisione të tjera, që të bëhet fjalë që dikush të paguaj për ne, absolutisht. Por, do t'i luteshim bizneset shqiptare, ata që ndjejnë që kanë biznes shqip, që flasin shqip, që duan Shqipërinë, që duan Adetarin, që duan Arbnorët, që duan Ilirët, që duan Pellazgët më të vjetra akoma, të kontribojnë me anë të një reklame të tyre, edhe në kohë që ne nuk themi gjë që pse kontribojnë apo financojnë emisione që janë shpeshherë edhe nuk janë edukative, ka emisione plot në televizione që arritën të gatisin edhe pjesë të çedukuara të familjes apo të qytetarit shqiptar. Edhe kontribute financiare i kanë. Ne themi që hajde të bëjmë një vepër të përbashkët që quhet Rrenjë Tona, si t'i pastrojmë, si t'i vadisim, që të kemi tungje të forta, mas tungje kemi deg të forta, dhe secili shqiptar që është një gjethe, të jetë një gjethe të ndriçojë nga pikpamja e jeshile, nga pikpamja e diturisë. Pra, në kuptim do t'i bëja thirrje bizneseve shqiptare që të mundin të ndihmojnë, ajsa jo ne, të ndihmojnë televizionin. Jo ne. Po televizioni që ka një financim të caktuar që regjia, se sa më mirë të kemi kontribut financiar, aq më i bukur, do dalë edhe direkt që toni zoti Gjetë. Që emisionin pëse më po, mund të bëhet edhe direkt, po duhet të jenë 3 kameraman. Në një emision televiziv, Zoti Bale, që neve jemi marrin pjesë, ju e keni bërë provë, janë 3 kameraman, 3 mbas kameramenëve, një që të prejet, një që ta... Kanë shpenzimet e veta që mos të zgjatemi Zoti Guri. Ne falenderojmë nga zëmra këtë televizion, që na dha këtë dritare, këtë hapësirë televizive, ku ne shpresojmë të nxjerrim këto të vërteta që nuk janë thënë më parë, duhet të nxjerrim fakte të jashtëzakonshme, shumë interesante, që nuk janë thënë më parë dhe që përbëjnë vlera të jashtëzakonshme të kësaj shqiptarisë sonë. Tash kemi këto segmente, Zoti Bale, mund të më ndihmosh që ne kam lehtë të flas tu. Ju lutem regjia në gjithë ekranin, po ja ku e ke, po. Ja, me Zoti Bale, mund të ashuja të ndihmosh pak? Po. Shikoni, të dashur gjus, ose kuptoj, jo mirë, kuptoj, shumë mirë. Alfabetet të diktuara dhe të zhvilluara si pas kulturave përkatës. Kemi alfabetin etrusk, A, B, C, D, E, F, alfabeti etrusk, i cili nuk është gjë tjetër ky alfabet, sigurisht. Në kolonën e dytë, se ata nuk ju shohin tani juve, Zoti Guri, nuk ju shohin tani në televizor juve. Okej, tani, okej, mirë. Po, shumë mirë. Atëherë, shikoni dashur shqiptar, që ABC-a jonë, bile më sakti, alfabet është alfabeta, ata që i quajnë në greket, ABC-n Pellazgje, greket, Elenët, e shekullit 6, e shekullit 7, 650, po morën ABC-n Pellazgje, e atyre që gjetën, dhe po mësën ABC Pellazgje, e tanë ABC nga Fenikasit. Ku vetë Rodoti thot që ABC-a, që shkrujtën Elenët për herë të parë, është ABC që u morë nga një popull Fenikas 1500 vjetë para meje, që i bie viti 2000. Të bëjmë në një emision, ka Fenikasit, po ju vetëm për t'i thënë, pra, se janë 4 figura që do t'i... Por e ka nevojë këj popull... E shqisë më ersirë, po... Dhe shumë i rëndësishme. Atëherë, kur ti ke një plakat në Lezhë,
në kishën Shën e Premte. Kede një në Butrindi. Ajo është një gjuhë pelazishke. Ato të thotë Murgesha që kjo plakat e ka marrë grekët në Lezhë. Se që duan grekët në Lezhë, ashtë vazhdo të me një emision tjetër. Edhe thot, e ka marrë grekët, të cilë nuk e deskriptojnë, nuk e skodifikojnë kur, sepse gërmat janë pelazje, ashtu është dhe plaka në Butrin që gratë epirote lirojnë sklervit nga robëria, se jemi popull fisnik pra. Dhe ajo plak lexon pelazisht, gjuha atike. Ndërta këta thonë që është gjuhë greke, sepse ka alfabet. Jo, ja ku është ABC-ja shqiptare. Që ne kadmi i lirë e qoj ABC-n pelazje në 1500 para Krishtit, e qoj në etruri, të njerëzit me tru, njerëzit me tru, ata që ruajnë dijen e trurët pra. Kështu që, kjo është ABC-ja pa. Janë Shqip të gjitha mbi shkrimet e truske, janë Shqip që ka shpjeguar Nikos Tillos, Nermin Vlora, Zaria Majani e Meras. Po, ata i kanë shpjeguar sa ne dim t'i lexojmë. Edhe ti edhe unë kushdo me qikës vëmendje, në unë ti t'lexoj sot etruskisht, se i kam rreth 200 plaka etruske, i kam në studimet e mia dhe kam mësuar t'lexoj etruskisht. Ja, dakor. Mirë, rregull, dava 3 minuta, vazhdo tjetën të lutem. 3 minuta i sot i pale. Jo, shumë mirë, janë të rëndësishme, patjetër. Atëherë, të lutem, është frymëzim, të lutem. Atëherë, fillojmë. Ky emër Pal, që vjen, thotë ai, has been used, është përdorur nga romanët, para duke së krishtërimit, nga romanët se është përdorur Paul Emil. Patjetër Pal. Pal është në Bibël, Pal. Është një roke. Dësa Paolo janë 3 roke. Janë 3 roke. Tani, akademikët tanë, urdhoni, kjo thot ai, thonë këta studiusit e juaj, se duhet lexosh studiusit e juaj, sepse po e tha Fredi Sazani, profesor Gjeti, edhe ku marrë, bile unë më akuzojmë se ti si e historian, po që ka përmbledhur këto fakte? Që emri Pal, prodhon Paulos, emri Zef, prodhon Josef. Si kundër çdo gjë e shkutër shqipe prodhon një term apo një emër tuaj të Europës Perëndimore, gjuhë perëndimore. Emri Gjon që është Jon, prodhon Johan, Giovanni. Vazhdojmë. Emri Nik, prodhon Nik. A kemi Nik në mirë titull? Po, shumë. Prodhon Nikolin. Prodhon Nikol. Dhe kjo Nikol, është një. Ky Sazan Guri që lindi Nik, është një. Emri Ndre, prodhon Andrea, prodhon Shën Andrea, më vonë. Pra, edhe thot, emri Pal të dhej, është përmendur thot ai, Paulus Emilius, që është ai që dogji kalan e Beratit në 167, 16 vjeçar i griu gjithë ai. Edhe pastaj filloi lagja ime Mangalem që u zhvilluan pastaj ngjarjet. Dhe Paulus i thot Paulus dhe Pavlo, Paulina, janë emra që prodhohen nga emri Pal, që është emër biblik, Pal. Po mos haro që Pali, Gjini dhe Gjoni ishin shok të ngushtë të Sokratit, biri të urtë të Athinës, jo biri urtë Helen. Po Gjoni është Joni, më përdorim ne Jon, emri Jon në çdo vend. Atëherë do të thotë që emrat Pal, jo nga ne, po edhe nga libat e mi, që kam dhirë të rezultante, por vjen nga, ndërsa akademiku Jon, që profesori përmend shumë herë, unë nuk e kam me konotacion negativ me ata, edhe me emër konkret thotë që emri Pal i Shqipës vjen nga Paulos i latinistit, nga Emil Pali është përmendur për herë të parë. Po s'munde pra. Ndërkohë që emri Pali është shoku ngushtë i Sokratit, në 430-450 para son. Ndërkohë emri Pali është emër biblik më i madh akoma. Këtë Pal unë etimologjoj, domethënë Pal, domethënë i bër i lartë, është ajo hala që tregon lartësinë. Jam dakord. Lartësinë italiani pastaj. Unë them prej. Italiani bën një t që shumë si të thotë alto. Të tretën? Të tretën? Na fal Zoti. Zoti gjithë që ne bëjmë në njerë dhe ato abstraksionet tona në fushën e gjuhësisë, nuk në rjetë pa i thënë. Kjo është akoma më... Kjo është thot. Thoti që Giuseppe Catapano, Zef Catapano, nga Zef Giuseppe, vuri pasurin, diturin, 40 vjetë dhe zbuloi që eroglifet egyptiane kanë kuptim shqip. Dorë, dhe thonë kësi eroglifi këtu, dorë, quet eroglifi dhe është doja. Zinxhir dhe zeja. Po imagjino se ze, ajnë Shqiponja, aja. Kupa është keja. Vazhdojmë. Luani është leja. Gota është geja. Pra të gjitha figurinat rastësisht dhe shpjegon në Shqip. Rastësisht. Dhe një akademik
zoti, në kuptimin e pa dashur që ai e kishte me ofendim për neve, por ne kemi me shumë dashamirësi dhe dashurime atë. Që thotë që janë këta që merren. Ne do të mbyllim syt ndaj këtyre fakteve që janë bërë. Ato si kam thënë në këtë rast si kemi thënë ne, janë të faktuara dhe të studiuara nga shumë institucione aty ta zoti gjet që shumë planshe pra. Kur vjen ajo shumë planshe, atëherë ti mund të bësh një deduksion të kësaj. Tash vim ke mendimi thotë. Shikoni si thot Avardi, edhe shumë studius huaj, që thotë që fjala thot që është zoti Theos, 10.000 vjet para Eson, lidhet me atë mendimin e urtë të ditur që ai që e thot. Dhe prandaj quhet Perëndia thot. Edhe thot është mendim në anglisht, një mendim i pjekur quhet thot, po që vjen pikërisht vjen nga theja me rrenjë zakonisht ndjekur nga zanor A e O dhe pastaj bashkëllore me T ose N bile dhe zoti me dije perfekte për çdo gjë që është i gatshëm të flas. Dhe thoti është tipikisht një hyni, super hyni, më i ditur, më i urti, më ai që bënte vendimin pra që ne pastaj e pasuruam direktivat, pra thoti është baras me diellin, është me Theos. Atheist do thotë je kundra Zotit, pra Theos është nga fjala thot e shqipes e 10.000 vjetëve përpara. Pra shikoni sa kuptim ka. Dhe rastësisht ai pikturoi dhe si shqiponjë zoti Guri apo. Po, me kokë shqiponjë, po eksakt. Edhe ai është një trup njeriu me kokë shqiponjë që është mendimi thot. E fundit të lutem. Këtë kemi diskutuar kaq herë. Kjo është një nga skemat që do janë 42 të tilla të dashur qytetarë shqiptar, nuk është një, janë 42 skema nga 42 institute të botës, përfshirje më të madhi që është sot Instituti Max Planck në Amerikë, që gjua shqipe, jo rastisht që të gjithë e vënë në këtë skemë, ku është bazament bile, mbas gjuhës shqipe, që është 9.000 vjetë e vjetër, sipas tyre, dhe vjet gjua gegnisht dhe gjua toskrisht. Jo rastisht, pastaj vjen Armenian këtu, pastaj vjen Grik. Po çfarë kanë me Sazan Gurin pastaj që thonë me Sazan Gurin? Që nuk e kanë me këta. Po le ti mbledhin faktin, le ti mbledhin dhe ti thon. Ja te ke evolucioni i gjuhës dhe historia njerëzore me metoda filogenetike, me gjenezë, me ADN. Gjuha shqipe më e lashta e gjuhëve të gjalla indo-europiane rreth 7.000 vjeçare, thot kjo skem 20 vjet përpara. Pastaj një skem tjetër 6.000, një skem tjetër 9.000 kavalli sforca. Po ramana ta gjetën, bazamenti është atje. Kështu që me kjo dashur qytetarë do të jemi të vëmendshëm ndaj vlerave që ka ky komp, të vëmendshëm ndaj atyre që thuan, jo skeptik, jo errësirë, por prandaj ne kemi shprehjen hiq më errësirë për të ndriçuar veten në mënyrë që të ndriçojmë të tjerët. Kjo është